Prokurori rastit Kushtrim Zeka u bazua vetëm në deklaratat e palëve, të cilat bien ndesh me pamjet e kamerave. Kështu Zeka kishte ngritur aktakuzë ndaj Beqës, për bazë nuk ishin marrë pamjet e kamerave, të cilat argumentonin se përfaqësuesja e kompanisë ishte paraqitur në zyra jashtë orarit të punës. Në përgjigjen me shkrim të prokurorit Zeka, thuhet se pamjet e kamerave të sigurisë nuk ishin relevante për asnjë moment, kësaj duke ia falur besimin deklaratave të punëtorëve të autoritetit. Anise kompania Devoli Corporation kishte tentuar ta deponojë kërkesën pikërisht në ditën kur komisioni kishte marrë vendim për hetim. Deri tek ky përfundim është arritur mbi bazën e deklaratave të dëshmitarëve, të cilat në mënyrë të detajuar kanë përshkruar veprimet e palës ankuese dhe të pandehurit. Përkatësisht kanë deklaruar se pala ankuese ka arritur në zyrat e AKK-s brenda orarit të punës, për çka edhe kanë filluar protokollimin e dokumentit dhe kanë lëshuar fletpagesën. Pamjet e kamerave të sigurisë nuk kanë qenë relevante për asnjë moment, duke marrë përbazë faktin se zyrtarët e pranimit të dokumenteve në AKK kanë deklaruar se pala ka arritur brenda orarit, ku të njëjtat kanë filluar pranimin dhe protokollimin e dokumenteve. Mirëpo më pas janë penguar dhe nuk janë lejuar nga i pandehuri të përfundojnë procedurën e filluar.